Mbërrin kampionët në Shqipëri. Shermen Valiev kampion e Europe në peshën deri në 74 kg, kurse Zelimkan Abagarov i bronz në peshën deri në 61 kg. 2 medalje dhe për këtë gjë, presidenti i Federatës Shqiptare të Mundjes Said Prizreni ka qenë më shumë se sa i kënaqur. Po mendoj që Qermeni dhe Zelimi si gjithmonë na bën prap krenar, të këndohet himri në mes të Slovakisë. Ne vazhdojmë ta nderojmë flamurin shqiptar, kështu që djemt meritojnë mirënjohje dhe vlerësim pa mas. Por a mund të ishte dhe Zelimkan Abagarov kampion e Europe? Ja dhe përgjigjja të parë të Mundjes Shqiptare. Besoj që Zelimi duhet të ishte sot kampion e Europe, por jam i sigurt që Zelimi në garën e ardhshme, në botrorin e ardhshëm, do të dëshmojë që është numër 1 siç e ka dëshmuar gjithmonë. Shermen Valiev dhe Zelimkan Abagarov kanë shpalosur dhe emocionet e tyre përpara medjave, të cilat ishin të pranishme në aeroportin Nën Tereza në Rinas në mbërritjen e tyre. Një pritje triumfatore për dy mundësit tanë. Faleminderit të gjithëve për pritjen. Faleminderit presidentit Prizrenit, Ranieri Çakmashi dhe presidentit të Komitetit Olimpik Shqiptar, Fidel Ylli. Sigurisht që kam bërë ndeshje të mira me kundërshtar shumë të fortë, por ja dola dhe për këtë jam më shumë se sa i kënaqur. Këtë herë dola me medalje bronzi, por mendoj që duke nisur nga kampionati botror do të jemi ardhur, ashtu sikurse kam qenë dhe në aktivitetet e tjera ndërkombëtare. Faleminderit të gjithëve për pritjen dhe mbështetjen që na bëni në mënyrë të vazhdueshme. Ndërkohë, për presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli, ta janë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë, ndërsa është i bindur se të tretë do të mund të jenë me normë kualifikimi dhe në lojrat olimpike Los Angeles 2028. Ti je i sigurt që këta e meritojnë të drejt, po sporti ka dhe papritura si rasti i Islamit që një javë përpara ishte pretendent se është kampion e Europë në fuqi, u smur një javë dhe bëri që mos ishte me gjithë ta medalistët e tjerë.